Përshëndetje miqteni, ishte vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Që tani do të marrim pyetje, bëjmë pyetje. Mendimet e fshehta dhe sekretet e personit tuaj të zemrës. Pra, kush janë këto mendime dhe sekrete që mbahet personi juaj I zemrës? Është një person I cili është pak misterios. Ka luftuar fort në jetën e tij për të bërë diçka realitet. Është pak I stresuar, pak me mendime negative, I mbyllur, I izoluar. Këto janë disa sekrete që ai mbar në drejtimin tuaj. Pra është I mbyllur, pak I izoluar, me luftra që ka bërë dhe nuk I ka fituar. Është një person që ka forcë, ka fuqi brenda vetes tia, do të komandojë, do që gjithçka që ai bën dhe thot të jetë e drejtë. Është pak I ftohtë, I trequr, me fjalë të pakta, I mbyllur brenda vetes, I vetmuar, por shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë. Dhe këto sekrete, këto mistere që mbar, këto mendime të fshehta që mbar ky person, do vi dita që ti vërtetosh, pra të dalin në realitet, sepse rasti I tipës më tregon që ty do të vi një lajm I befatishëm, I papritur, që do të transformojë jetën tënde në çdo aspekt. Sepse ti je një person shumë human. Je një person human, një person I drejtë, që mbar mendime shumë pozitive. Dhe do të vi ky lajm nga drejtësia. Je si një gjykatës që merr lajme të drejta, lajme pozitive. Pra, do të dalin në pa të gjitha mendimet dhe misteret, sekretet që mbar personi juaj I zemrës. Me kë rezonon kjo energji e këtij leximi? Me kë gërm? Të emrit apo të mbiemrit tuaj? Me gërmën R, P, gërmën Sh, Sh, V, O, K, S, T, R, L, M, gërmën G. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshoren, me gaforen, me binjakët, me shigjetari, me britsjapin, me ujorin, me vilgjëreshën, me akrepin, denin dhe peshqit. Faleminderit shumë, miqteni. Mos harroni të më bëni subscribe, si like dhe një thank you për videos, për të bërë video sa më pozitive.